Kjo është pak e shumë situata, është shumë e rëndë. Unë do të shtoja që ato abuzim me fondet e partë e kam thënë shumë njerë dhe më pëlqen ta përsëris është një jolla me zezë e kësaj historie, sepse këta mas i morën një revansh duke vjedhur buxhetin e shtetit, duke korruptuar me Konegalin, kujtuan se janë aq zotë sa të korruptojnë çdo institucion edhe fakti kanë dalë sepse përveç zyrës Olaf, e cila e ka lënë dosjen në tavolinën e Komisionit Evropian, fakt duhet kishin dhe deklarata tjera dhe vendime tjera të Komisionit Evropian. Dhe unë jam i bindur që janë konjunkturat e tilla të Sorosit që Komisioni Evropian nuk ka dalë me deklarata dhe me vendime tjera përveç bllokimit të fondeve. Pra, unë mendoj që edhe Komisioni Evropian ka kusurin e vetë, sepse ka dënuar vetëm fermerët shqiptarë duke i ndërprerë fondet, ndërkohë që fondet i kanë vjedhur qeveria shqiptare dhe kanë rënë edhe ato filtra që mos i përsërisin që kanë qenë midis qeverisë shqiptare dhe Komisionit Evropian, dhe unë kam thënë që është ngjarje më e rëndë që nesër do hapet dhe problemi i madh është që edhe ajo që thatë ju që edhe me ndrimin e qeverisë duhet punë për të krijuar kushte për përthithjen e fondeve i partë. Ne kemi ofruar një zgjidhje në programin e Cila është zgjidhja juaj, zoti Sharka, për të rikthyer? Pra, e zëm se në 12 maj jeni në qeveri. Kur rikthehen fondet e i partit për fermerët? Ne do bashkëpunojmë me një agjenci kreditore të një vendi të Bashkimit Evropian, të shfrytëzojmë autoritetin dhe kredibilitetin e asaj agjencie, deri kur ne të rikuperojmë aksionet e humbura, autoritetin e humbur në zotësinë për të shpërndarë dhe menaxhuar fondet i partë. Kjo është zgjidhja që ne ofrojmë, është zgjidhja me afat shpejt dhe patjetër që është bërë mbas tratativa me ekspertë dhe besojmë që do jetë efikase, sepse në momentin që ndrohen qeveritë, një agjenci e besueshme dhe kredibël për Bashkimin Evropian që është vetë në vendet e Bashkimit Evropian do të marrë përsipër kontrollin dhe do të punojmë deri kur AZBR-ja, institucioni që u desh aq punë për ta akredituar, të rimarrë besimin, mos i të jetë pastruar dhe t'jenë gjykuar dhe t'jenë dalë, t'jenë për transparent gjithë abuzimet dhe të vendosen gjithë filtrat për mos të ndodhur kurrë me abuzime të tilla që jo vetëm që shkatëruan fermerët shqiptarë, por shkatëruan një imazh të institucioneve shqiptare që do duhet kohë për ta rifituar dhe për ta rivënë vend përballë institucioneve të Bashkimit Evropian. Çështja është çfarë po bëjnë sot fermerët